Thot Ibn Qayyim al-Jawziyja, idha ihtajju bihi alayhi fi at-tahawun fi ba'd amri. Kur donjar gruaja vet, e vladi vet, punëtori vet, arsyeton, thot smujtave, ndodhi, gabim ka, s'ja pranon. Çfarë thot Ibn Qayyim al-Jawziyya? Falau amara ahadahum bi amrin fa farrata fi. Nëse ky ja jap një urdhër dikujna, e ai çka e ka marr urdhën, fëmia, gruaja, izmeqari, kush do koft, nënta. E ai neglizhon atë urdhër. Apo i thot diçka mos e ban, e ai e ban. Apo edhe i thot gruaja, apo e vladi, apo punëtori. Thot ke kader, ndodhi. Shumë ti i thu gruajës ban ma çket punë. Sose çket punë. I vladi thu sose çket punë. Shefi thot punëtori, sose çket punë. Edhe ai se sos. Edhe në fund kur thua e ke sos, ai thot ti çfarë bë? Kader Allah sos. Se bona. Lama qabila minhu hadhihi al-hujja wala badara ila uqubati. Kur çka pranon këtë argument, edhe më njëherë do ta dënoje. Apo? Thot Ibn Qayyim al-Jawziyja. Nëse për ti o zullumçar, çka thot? Fa in kana al-qadru hujjatan laka ayyuha adh-dhalimu al-jahilu fi tarki haqqi rabbik. Thot o ti zullumçar. Ktu i drejtohet njeriu vëzë. Njeriu këtë. Mos thoj dikush për kana të folme, por neve këtë. Nëse kaderi është argument për ti o zullumçar dhe o i paditur në lënjën e hakit që e ki ndaj Zotit tan, pse nuk ja pranon ti grujës tane apo e vladit tan apo punëtorit tan hakin tan kur ai nuk e zbaton? Pse se pranon? Pse nuk i thu ti gjithmonë grujës, "Ale mos e s'ka lidhje, po kjo puni më e shkruar akon." Jo, kada. Ti më muti s'ka gjë, ta kom bili thu, "Qartun të kom ka dhuti, çka dush me bë?" A ke pa shefa çishë? Shka i mungon këtina? 5.000 denar rogën e ka. E punon dhëtoraj. Apo, o ti zullumçar, ti 5.000 denar do mja hangër kryen dikujna, kur të venet të gjunarët e Zotit dhe thot, inshallah Zotit e ka makfiretin e madh. E shka thot i më kërë, o zullumçar. Ti nuk ka një të mashtruhe. A i në idiota me dhe vetë, a i në ma zullumçar me dhe vetë.